Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në pjesën me personalitetin e ditës për sot. Dhe meqense është ditë e premte, do të trajtojmë edhe sot një temë fetare. Do të flasim konkretisht për një ngjarje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me fenë islame, që është ngjarja e hijretit, dhe ajo që më së tepërmi na intereson është çfarë porosish ne sot mund të nxjerrim pikërisht nga kjo ngjarje. Dhe për të trajtuar një temë të tillë, sigurisht që kemi një profesionist të kësaj fushë. Nder dhe kënaqësi që sot sërish të na nderojmë me prezencën e tij, imami i Xhamisë El Hidaje në Zvicër dhe njëkohësisht kryetari i komunitetit musliman në Zvicër, Hoxh Mehas Alia. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kontributin. Çfarë do të thotë në fakt hijreti, Hoxh i nderuar, për të kaluar pastaj për të folur për detaje tjera? Në fakt hijreti është një ngjarje që ka ndodhur në histori, ka ndodhur në kohën e profetit tonë Muhammed, gjithsesi në vitin 622, sipas viteve diellore, apo gregorian që i njohim ne. Sonte kalojmë faktikisht nga viti i vjetër në vitin e ri, na kujton vitin e ri, pra ne futemi në vitin 1444. Por përveç kësaj, si ndodhi historike, si një ngjarje që ka ndodhur në histori, një ngjarje shumë e rëndësishme, hijreti vazhdimisht jep mësim. Nga hijreti për herë mund të nxjerrim mësime. Në lidhje me hijretin kanë folur dietarët, shkencëtarët, pushtetet të ndryshme, e kanë vlerësuar perandori të ndryshme, kanë nxjerrë mësime të ndryshme. Fakti që edhe vetë poeti i madh gjerman Goethe divanin librin e tij ja ka kushtuar islamit, lindjes edhe perëndimit, e ka filluar pra këtë libër, këtë divan me një poezi kushtuar hijretit. Që thot hijreti është një moment, është një ngjarje që e ndan historinë, por edhe kohën, edhe botën, edhe qytetërimin. Nga hijreti i pejgamberit, do ta shpjegoj se çfarë është hijreti, çfarë ka ndodhur në hijret, ose çfarë paraqet faktikisht historikisht hijreti, por si mësim dhe si porosi, përmes hijretit ose nga hijreti, nga emigrimi i pejgamberit me sahabët, ndryshon historia dhe rrjedha njerëzore, ose rrjedha historisë njerëzore. Ne në ato vite kemi konstelacione të ndryshme të sundimit në botë, kemi disa perandori, perandoria perse, perandoria bizantine, romake. Dhe pejgamberi i Zotit 13 vite në Mekë u mundua të promovoj faktikisht misionin e tij, mësimet hyjnore të cilat i merrte, të promovoj versetet kuranore, gjithsesi mësimet kuranore, ajetet kuranore, dhe të tregoj të vërtetën për të cilën edhe kishte ngarkuar Zoti. Mirë po, jo që dha shumë rezultat të mirë. Dhe në krahas shumë represioneve, mundimeve, përsëri Muhamedi a.s. u mundua të ruajë natyrën e vetë, misionin e tij, mirë po e kërkonte një truall, një vend. Dhe në vitin 622 erdhi deri te emigrimi, erdhi deri te nevoja e madhe ku muslimanët ishin ngjitur për muri, dhe themi kushtimisht, edhe rrugdalja ishte vetëm që të lanë vendlindjen, të lanë Mekën, të lanë familjet që ka kishin, të lanë të gjitha pasuritë, tokën e tyre, edhe të kalonin në Medinën dhe të banin emigrimin në Medinë, që nuk ishte shumë afër, më thënë për ato kushte dhe për ato kohë, mbi 400 kilometra të ecish me deve apo në kamp, ka qenë shumë e vështirë, e mundimshme, por për hir të Zotit, për hir të një ideali, për hir të një ideje, për hir të asaj ideje dhe besimi që ata ishin përcaktuar të ruajnë me çdo kusht, lanë çdo gjë tjetër materiale të vlefshme për të ruajtur idenë shpirtërore, për të ruajtur vlerat shpirtërore. Dhe kjo është ai hijreti ose emigrimi që muslimanët, pra pejgamberi alayhis salam, la Mekën për një dhe themi truall të ri ku do të linde një shtet i ri, një shoqëri e re në Medinë. Sot muslimanët e kujtojnë me nderim, e kujtojnë me kënaqësi, janë krenar për ato që bën të parët tanë. Hijreti nuk ka ndodhur vetëm me Muhamedin a.s. apo edhe me shokët e tij ashabët. Hijret kanë bërë edhe pejgamberët e tjerë, edhe popujt e tjerë kanë bërë hijret, edhe shqiptarët.
dhe me thonë qoftë duke shkuar në perëndim, qoftë ose duke shkuar në lindje. Më herët kanë shkuar në lindje, në Egjipt, në Siri, në Yemen ka shqiptar, në Jordan ka shqiptar. Por hijreti për të cilin e flasëm është një hijret i pejgamberit edhe i sahabave dhe me çlirimin e Mekës, pra me rikthimin e muslimanëve dhe të profetit Muhammed nga Medinja në Mekë pas do themi 8 vitesh në Medinë, pejgamberi sa më ka thënë nuk ka më hijret në kuptimin fetar, sepse ka qenë detyrë, ka qenë fars, e secili që ka pas mundësi ta lanë Mekën për këtë hijret. Hijreti i pejgamberit ishte një projekt dhe dha shumë rezultate të mira. Paraprakisht, para hijretit për në Medinë, kishte edhe hijretet të tjera, sikur që ishte ai në Abesini. Por hijreti në Medinë pse dha rezultate? Për shkak se ishte një projekt shumë mirë i projektuar nga Muhamedi a.s. dhe nga shoqëria e tij, nga sahabët e tij. E sot muslimanët duhet ta kujtojnë hijretin, jo vetëm si histori, sepse hijreti është dy lloje. Hijreti i cili është historik, që ka ndodhur, është një ngjarje, por edhe hijret si gjendje. Edhe këtë e paraqet edhe Kurani, por edhe vetë Muhamedi a.s. na ka treguar se hijreti si histori, si ngjarje ka përfunduar, por hijreti si gjendje vazhdon edhe sot dhe do të vazhdojë deri në kiamet. Çfarë është ai historik e kuptuam. Ndërsa çfarë është ai hijreti si gjendje, është ajo që ka thënë Muhamedi a.s. Musliman është ai prej dorës dhe gjuhës së të cilit janë rahat njerëzit. Ndërsa muhaxhir, pra ai i cili bën hijret, migranti, është ai i cili largohet prej asaj që ja ka ndaluar Zoti, prej haramit dhe mëkatit. Largimi prej haramit, prej do themi veseve të liga, të këqija, do të mbese përgjithmonë si hijret. Prandaj nëse ne largohemi nga e keqja, nga e liga, nga anomalit negative, nga pasionet që na dëmtojnë shpirtin ton, besimin ton, atëherë faktikisht ne po bëjmë hijret, edhe do të shpërblehemi në emër të këtij hijreti. Prandaj si gjendje vazhdon edhe më tutje. E Zoti në Kur'anin famullar në më shumë se 30 vende e përmend edhe fjalën hijret, edhe tregon për hijretin e pejgamberëve, hijretin e Muhamedit alayhis salam, tregon për hijretin e Ademit, të Nuhit, të Ibrahimit alayhis salam e të tjerëve. Ademi alayhis salam prej xheneti bën hijret në tokë. Pejgamberët e tjerë në vijë horizontale bën hijrete për të gjetur një truall më të mirë, për të gjetur njerëz më të mirë, të cilët do të përkrajnë kauzat e tyre. Prandaj edhe Zoti kur flet në një ajet për shembull, thotë që innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Me të vërtetë ata të cilët kanë besu dhe ata që bëjnë hijret, edhe pse dietarët kanë thënë ajetet e hijretit fillimisht kanë qenë specifike, janë dedikuar njerëzve të caktuar, por kanë edhe karakter universal, edhe mund të interpretojmë dhe të shpjegojmë në secilën kohë, në çdo kohë dhe në çdo moment. Edhe në këtë rast, Zoti po na tregon për një kategori besimtarësh të cilët kanë besu edhe besimin e tyre e kanë të drejtë, besojnë drejt, besojnë fuqishëm në atë që mendojnë se është të drejtë, nuk luhaten nga ky besim dhe bëjnë hijret, kuptimin e gjendjes që e shpjegova, pra në kuptimin e asaj që largohen prej secilës anomali dhe të keqe, prej harameve dhe ndalesave, dhe përpiqen, bëjnë xhihad, një përpjekje jo vetëm me shpatë, siç kemi dëgjuar ne, nuk është xhihadi vetëm me shpatë, por xhihadi më i madh, ka thënë pejgamberi sa është me vetveten. Do të thonë ata që kanë besuar mirë drejt, ata që bëjnë hijret prej harameve dhe ndalesave dhe përpiqen të qëndrojnë në rrugën e Zotit, ta ruajnë vetveten, dhe ata shpresojnë në një shpërblim të Zotit i madh. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ata shpresojnë te Allahu, ju rritet shpresa për shpërblim, por njëkohësisht ata janë edhe të falur. Do themi hijreti, për ta përmbylluar këtë çështje të pjesë të parë, hijreti është mënyrë e të jetuarit natyrshëm. Pra është një jetë natyrale dhe e balancuar. Do të thotë ndërmjet dunjas edhe ahiretit. Çfarë është e dunjas të vlerësohet të drejtë dhe mirë dhe të ruhet, por njëkohësisht duke ruajtur dunjan, duke u kthyer ka dunjaja, mos me e haru ahiretin. Dhe e kundërta, pejgamberi alayhis salam në një hadith ka thënë,
Më i mirë është ai i cili nuk e humb ahiretin duke u kujdesur për dunjan, dhe e kundërta, nuk e humb dunjan duke u kujdesur për ahiretin, dhe nuk është barë për njerëzit. Pra kjo është e që paraqet hijreti për ne. Ta lam të keqen, dhe me këtë rast jemi muhaxhir, dhe ta përqafojmë të mirën, e me këtë rast jemi ensar. Ensar kush ishin? Ensarët ishin pritësit, mikpritësit, ata që ishin në Medine, dhe ata i pritën muhaxhirët, i pritën Mekasit. Dhe me thanë, të ditë taborët bën diçka për Zotin. Këta të Mekes, me gjithë Muhamedit a.s. lanë pasuritë e tyre, lanë vendlindjen e tyre, jo se e donin, mund të flasëm edhe për motivet dhe arsyet, por që ishin të detyruar me gjë të tillë. Por nga ana tjetër Medinasit nuk ishin të detyruar, por e bën nga ajo që e pan një vizion, e pan një ide, e pan një shkëndi që do t'ju ndihmonte, sepse ata kishin problemet e tyre brenda në qytetin e Medines, politike, të natyrave të tjera nga ajo që ndodhte në Mekë. Dhe kur e pan këtë ide që kishte dhe promovonte Muhamedi sa, e përqafuan, edhe i bën vend në Medine. Edhe këta quhen ensar. E tani sot besimtari dhe besimtarja, apo të themi dhe shqiptari dhe shqiptarja, mund të jetë lirisht, kur e kujtojmë në hijretin, mund të jetë muhaxhir, kuptimin që të lënë të keqen, të mos i afrohet asaj, dhe të përqafojë të mirën. Atëherë, si muhaxhir, largohet nga keqja, dhe si ensar e përqafon të mirën. Unë dua të jap një kompliment për një punë që dikur televizioni juaj e ka bërë në qytetin e Tetovës, dhe besoj se është modeste kjo që do ta them, edhe për ju edhe për teleshikuesit, është mirë që të tregohet kjo. Para disa vitesh, një gazetar nga ju, nga televizioni, ka bërë një intervistë, një anketë në qytetin e Tetovës. Dhe çështja ishte se në të njëjtën ditë kishin ndodhur dy ngjarje interesante, dy festa. Festa e Shën Valentinit edhe një festë tjetër, fetare. Edhe gazetari i pyeste qytetarët në rrugë, a dini se çfarë festa është sot? Qytetarët tanë, sigurisht të ndikuar nga ambienti, nga rrethanat, nga sensibilizimi, nga ajo që kishte në qendër të qytetit me lule, me tenda, me send, përmes televizion radioneve, thonin që sot është dita e Shën Valentinit, dita e dashuruarve. Vetëm njëri prej tyre, edhe ai imam muezini i një xhamie këtu, e njoh, Zoti e shpërbleft për punën që bën, dhe gjithë muezinët e tjerë dhe hoxhallarët dhe gjithë të tjerë që kontribuojnë, tha sot është ditëlindja e profetit Muhammed. Edhe aty gazetari juaj e komentoi faktikisht këtë fenomen, por njëkohësisht unë u ndala dhe pyeta, si është e mundur që dy ngjarje të rëndësishme, por edhe lindja e pejgamberit është e rëndësishme, një lindje e madhe, një pejgamberi shumë të madh, që i ka dhënë historisë dhe botës shumë gjëra të mira, të mos dihet nga qytetarët tanë. Edhe për çudinë time ishte ditë e shtunë. Një ditë përpara ditë e xuma. Do duhet që ata njerëz të ishin sensibilizuar nga xhamit, nga imamët me ligjëratën, edhe unë jam i bindur që hoxhallarët kanë folur, por sa kanë pas interesim të dëgjojnë dhe ta mbajnë mend dhe ta promovojnë edhe më tutje. Prandaj është për të përgëzuar që ky emision i kushtohet një ngjarje që ndodh sonte dhe nesër, e të paktën qytetarët të mësojnë pra për këtë ngjarje dhe të sensibilizohen që të mos i kalojnë, dhe kur të mësojnë se pas kanë qenë të habiten se si mundet mos kishin marrë asnjë informacion. Do të thotë sensibilizimi, frima, ideja është jashtëzakonisht e rëndësishme se si përcillet edhe sa i jepet rëndësi. Faleminderit pra edhe një herë që me rastin e hijretit ju keni nda këtë emision, t'ja kushtojmë të paktën kësaj teme dhe të përfitojmë sigurisht. Faleminderit shumë dhe juve për kontributin dhe për mbështetjen e vazhdueshme për emisionin tonë. Megjithatë, megjithëse folëm në lidhje me atë se si ngjarje çfarë paraqet hijreti, do dua pak të ndalem tek ajo arsyeja që e theksuat ju pak më herët dhe motivi, pra si edhe pse ndodhi konkretisht kjo ngjarje. E përmendëm që hijreti ka ndodhur në vitin 622. Por mendoj personalisht se hijreti ka filluar shumë më herët. Ideja për hijret ka filluar shumë më herët. Madje edhe më herët se pejgamberi Muhamedi alayhis salam të shpallet profet dhe pejgamber. Çka do të thotë kjo? Pejgamberi alayhis salam përpara se të shpallej pejgamber, mosha paravorësisht 35 vjeçare,
40 vjeçare, kur u shpall pejgamber, përpara kësaj kohe ai nuk pajtohej me një realitet. Me realitetin shoqëror, me organizimin e jetës shoqërore, me standardin dhe kërkonte ndryshimin. Mënyra se si mendohej, mënyra se si veprohej, se si trajtoheshin për shembull gratë, robërit, aspekti social, aspekti infrastrukturor, ideor, edhe i besimit gjithashtu, edhe filloi të vetmohej. Nuk mund pajtohej dhe kërkonte një zgjidhje. Në atë kohë ai ishte njeriu më i mirë në shoqëri. Mendoni se nëse do vinte një mbret i arabëve, ki do jetë mbret i arabëve. Dhe ishin e gjendje të japën gjithçka. Ishte ëndra dhe aspirata e mekazve, e kurrejshëve dhe fisëve të tjerë. Dhe ki filloi të vetmohej. U vetmohej në shpellën Hira, me muaj. Edhe unë mendoj se këtu ka filluar hijreti i pejgamberit, sepse nuk u pajtua. Hijreti do të thotë mos pajtohesh me një diktaturë. Hijreti do të thotë mos pajtohesh me një sistem i cili të dhunon idenë, mendimin, shpirtin, vlerat, moralin, karakterin, apo edhe vlerat e tjera materiale. Muslimanët në Mekke, së bashku me Muhamedit a.s. nuk kishin liri i mendimi, liri të shprehjes, liri të manifestimit të besimit, të praktikës. Pra ata kishin vështirësi qoftë të zbatimit të asaj që Zoti kishte kërkuar prej tyre, të namazit apo edhe ibadeteve të tjera. Në Medine, Muhamedi a.s. filloi të fal xhuman, filloi të thirr ezanin, filloi të fal namazet me rregull, me xhamat edhe gjëra të tjera. Ndërsa në Mekë këto gjëra kishin gati se të pamundura. Represioni i madh, mungesa e një mundësie për ta shprehë mendimin ose mungesa e lirisë, qoftë të shprehjes së mendimit apo e veprimit, dhe ajo që arriti kulminacionin ishte vendimi i Mekasve për ta ekzekutuar Muhamedit a.s. Dhe tani Muhamedi a.s. i kishte përcjell pjesën më të madhe dërmuese të shokëve të vet, të muslimanëve dhe muslimaneve, ndërkohë që ai vetë me disa të tjerë kishte ngelur në qytetin e Mekës. Dhe në vitin 622 edhe ai pra migron në Medinë. Në rrethana jashtëzakonisht të vështira, i ka nosur me jetë, po Zoti është i plot fuqishëm edhe i ndihmoi robit të vet, i ndihmoi pejgamberit të vet edhe muslimanëve. Zoti i ndihmon secilit njeri, mirë po e rëndësishme është që të jemi besnik në atë që besojmë edhe të mbështetemi plotësisht te Zoti i Madh. Në fakt, atë që e theksova edhe pak më herët, çfarë fituan besimtarët në Medinë nga kjo ngjarje e rëndësishme siç është hijreti? Tani faktikisht Muhamedi a.s. kohëve të fundit, domethënë pas 13 vitesh në Mekë, filloi të takojë njerëz që vinin nga Medinja për kryerjen e haxhit. Dhe takoi disa të rinj, të cilët kur u njoftuan me Muhamedit a.s. panë se ky ishte një pejgamber i vërtet, edhe panë që ky mundet t'i ofrojë Medinës një alternativë, qytetarëve të Medinës një alternativë për rregullimin shoqëror të brendshëm të qytetit, sepse ata kishin pasur vazhdimisht probleme me klane të ndryshme, me grupacione të ndryshme, me fise që sundonin ose dëshironin të sundonin qytetin, madje edhe me një grup tjetër fetar që ishin hebrejt. Dhe ata kishin dëgjuar se ka më ardhur një pejgamber, ka më ardhur një profet, por ky profeti sipas hebrejve do duhet të ishte hebre. Dhe ata të rinj, dhe kjo është ajo e bukur e kretë kësaj ngjarje që të rinjt duhet të paraqesen alternativën, edhe duhet të kontribuojnë për kombin, për shoqërinë. Nuk do të thonë që është i ri dhe ai s'ka potencial, dhe nuk ka ndonjë ide apo nuk ka ndonjë dert. Edhe rinia tetuvare, shoqëria tetuvare, rinore duhet të brumoset me ide të shëndosha. Nuk duhet thjesht të dorëzohet përpara skenareve që mund dikush t'i përgatisë, edhe ata pastaj mos mund të kenë mundësi as të japën ndonjë ide, as ndonjë kontribut për qytetin edhe për shoqërinë. Dhe ata kur e kuptuan se te ky pejgamber dhe te kjo shoqëri muslimane që nuk ishin shumë në numër, ka diçka që do t'i ofronte qytetit, i than profetit: "Eja ti me shoqërinë tënde, me sahabët, te ne dhe ne do të mbrojmë ti." Pra kur erdhen në Medinë, Muhamedi a.s. ndërmori disa hapa shumë të rëndësishme dhe konkrete. Rasti i parë ishte pra e ndërtoi xhamin. Atë që e kishte mbjellë gjatë 13 viteve në Mekë, ideja kërkonte institucionin. Hijreti në një farë mënyrë paraqet një simbiozë, një bashkim të idesë edhe ekipit.
Do të thotë 13 vite në Mekë vetëm ide, vetëm besim, forcim besim, durim, në karakter, në personalitet. Mirë po, pa institucione nuk silte ideja shumë profit, shumë rezultate të mëdha. Atëherë e ndërtoi xhamin. Dhe kur e ndërtoi xhamin, faktikisht ai tash e kishte edhe idenë, edhe institucionin, edhe idenë, edhe ekipin. Kur e ke idenë, dhe të mungon ekipi, të mungon institucionet që do të ruajnë atë, do të forcojnë, do të zhvillojnë, do të bartin të qe, atëherë ndodh që ideja të zbehet edhe të shuhet, të humbet. Nga ana tjetër, nëse e ke ekipin, e ke institucionin, por nuk ke ide, s'ke ide të mirë, ide e cila është avangard, edhe e kohës aktuale, atëherë njerëzit e mirë vdesin, edhe institucionet prishen. Çfarë bën që të ekzistojë ideja? Nëse ekzistojnë, thërruhen institucionet. Themelohen institucione kredibile me njerëz të fuqishëm, me karaktere të fuqishme dhe personalitete. Muhamedi alayhis salam e pa këtë dhe e ndërtoi. Për mendoni, duke ndërtuar xhamin, e shef një djalë të ri, Amr ibn Yasir, radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Ai duke mbajtur nga 2 tulla në një krah. Të gjithë nga një tull, ai nga 2. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Amr, a ki ishte djalë i 2 dëshmorëve, të babas edhe të nanës, bile nana është dëshmoria e parë që ka rënë në Mekë. Thot, o pejgamberi i Zotit, thot, unë nuk ndërtoj vetëm një xhami, por unë ndërtoj një qytetërim, unë ndërtoj një civilizim. Shikoni çfarë vizioni, çfarë ide, domethënë nuk e ka pa punën e tij se ndërton vetëm një xhami me 4 mure, edhe një shtëpi të Zotit kur do të falen vetët. Por një qytetërim nga xhamia do të dalë një qytetërim dhe një civilizim, dhe ne e dimë civilizimin islam edhe qytetërimi islam që baza, domethënë filloi nga Mekja, por së ndërtimi filloi në Medinë. Pejgamberi sa më bëri hapin e parë ndërtimin e xhamisë. Pastaj vllazërimin midis ensarëve dhe muhaxhirëve. Gjë që i kishte munguar qytetit. Një hap jashtëzakonisht i mirë, sepse pa njerëz që sakrifikojnë për njëri tjetrin, është vështirë të çosh procese përpara. Njerëz të cilët shikojnë intereset personale, shumë vështirë është të çosh procese shoqërore përpara. Por kur do të kemi njerëz që ju bëjnë vend të tjerëve, ju japën përparësi të tjerëve, sidomos atyre të cilët kanë potenciale dhe janë kompetent për çështjet, atyre të jepet përparësi, ideja, projekti, me do e mas duhet të shkoj përpara. Pejgamberi i vllazëroi. Çfarë ndodhi kjo? Kur muhaxhirët shkuan në Medinë, ata kishin lënë pasuritë e tyre, shtëpitë e tyre në Mekë. Çfarë me ensarët, medinasit u afalën ata që kishin, u dhanë nga një dhamë nëse kishin 2 dhama, ju dhanë nga një shtëpi nëse kishin 2 shtëpi, ju dhanë tokë, ju dhanë bagti, e kështu me radhë. Pra e ndan ato që kishin për vete, e ndan me të tjerët. Edhe kjo rezultat erdhi si veprimi i pejgamberit për t'i vllazëruar muhaxhirët me ensarët. Edhe kështu u formua një shoqëri shumë e fuqishme vllazërore, që ne e duam për qytetin ton, që për në asnjë moment, për në asnjë kohë nuk duhet të ndodhë që ta urrejmë njëri tjetrin, qofshin ato parti politike, qofshin ato organizata të ndryshme, apo edhe projekte të ndryshme, secili duhet të aktivizohet në një aspekt, ama gjithmonë vllaznillëku duhet të ruhet, vllazëria duhet të ruhet. Edhe këtë na e porosit edhe vetë hijreti. Dhe tjetra, ajo më e rëndësishme është kushtetuta. Do të thotë, në Medinë kishte shoqëri të tjera të cilat nuk i kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë, ishin hebrejt. E tani pejgamberi i Zotit përmes kushtetutës, që llogaritet një prej kushtetutave të para, në mos të para me strukturën e vet në botë. Muhamedi alayhis salam ndërtoi një shoqëri multifetare, multinacionale. Dhe vetë ishte kryetari i shtetit, por edhe hebrejt i inkorporoi brenda sistemit, edhe shoqëritë të tjera të cilat nuk besonin si muslimanët, por shteti ishte i barabartë, drejtësia ishte e barabartë. Këto 3 hapa që i bëri pejgamberi sa në Medinë dhanë rezultat të madh, saqë pejgamberi i Zotit pastaj filloi të marrë kontakte me peranduritë e botës, ju dërgoi letra me emisarët e vet, mbretërve të botës, si në Persi, si në Bizant e të tjerë.
Me qenë se hoxhë nderuar përmendet një nga porositë të cilët edhe sot e kësaj dite mund të nxjerrim nga hijreti, por në përgjithësi cilët janë ato mesazhe që jep kjo ngjarje, që sot e kësaj dite mund të na shërbejnë? Një prej porosive ishte çështja e idesë edhe institucionit, se nuk mund të ekzistojmë ne pa institucione. Ne vim nga perëndimi, jetojmë në Zvicër edhe kam thënë disa herë, po e përsëris edhe këtu. Në Zvicër, por edhe këtu mendoj, është jashtëzakonisht e rëndësishme të ekzistojë institucioni dhe të besohet institucioni, të respektohen institucionet. Në Zvicër, feja është institucion. Do të thotë edhe krishterizmi, edhe hebreizmi, edhe fetë të tjera që janë të pranuara, janë pranuar si institucion. Kjo është kërkuar edhe prej nesh. Që të pranohet Islami në shtetin zvicran, është kërkuar që ne ta ndërtojmë institucionin, të cilit do t'i besojmë të gjithë, edhe do t'i qëndrojmë mbrapa të gjithë. Hijretin na jep këtë porosi që pa institucion është shumë vështirë të organizohesh, të mbijetosh. Ndër porositë e tjera të hijretit është edhe ajo se nëse ke një ide të mirë dhe besosh te ideja, atëherë duhet të sakrifikosh te ideja. Duhet të ndërtojmë ne gjeneratat të cilët përveç që e ka edhe posedon idenë, të jetë i gatshëm të ruaj ato. Për shembull, unë e bëj një pyetje, shoqëria tetovare sot, edhe shqiptare në përgjithësi, a ka ide që beson dhe është si shoqëri e gatshme të sakrifikojë për atë ide? Ne në momente historike e kemi dëshmuar veten, kemi pasur ide, qoftë ide kombëtare dhe fetare, por edhe kemi qenë të gatshëm dhe kemi sakrifikuar për to. Sot, në këtë kushte moderne, në këtë kohë moderne, për çfarë ideje shoqëria tetovare dhe shoqëria shqiptare beson dhe ia vlen të sakrifikojë? Ne shohim dindjet dhe i shohim dëshirat tash të rinjve, të cilët mundohen dhe dëshirojnë në çdo moment të largohen nga vendlindja. Pse? Sepse nuk ka një ide e cila i ndal dhe nuk ka një angazhim nga institucionet që të bëjë që shoqëria të besojë te ideja dhe të sakrifikojë se një ditë ka mu bë mirë edhe duhet me rujt vatanin dhe shtëpinë. Do me thënë, nëse kemi idenë, hijreti na mëson që duhet të sakrifikojmë, sikur që sakrifikuan pejgamberi alayhis salam me sahabët, lanë gjithçka në Mekë, ama kishin idenë dhe ishin në gjendje me sakrifiku, pat edhe njerëz që vdiqën rrugës për në hijret. Edhe Zoti ka përmend dhe i ka lavdruar në Kur'an, ai ishin në gjendje të japën gjithçka për ruajtjen e idesë. Lan pasuritë materiale të kësaj bote profane për vlera shpirtërore sakrale. Tjetra, për shembull, hijreti na mëson se duhet fjala dhe veprat të jenë kompakte, të jenë bashkë. Jo vetëm fjalë. Është lehtë ta thuash fjalën la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Zotit, përveç një, që është Allahu Zot. Por të qëndrosh edhe me vepra, kjo është edhe pak më vështirë. Prandaj hijreti na mëson se fjala nuk duhet të jetë vetëm harfe, nuk duhet të jenë vetëm shkronja që i themi dhe i shqiptojmë, por ta dëshmojmë ato edhe me vepra, të durojmë kur të ketë nevojë, edhe ta zhvillojmë më tutje me vepra, të bëjmë mirë, edhe në hijen e kësaj fjale ta dëshmojmë pra veten tonë me vepra. Pa hijret, ose nëse ne sot hijretin nuk e kujtojmë, faktikisht të kemi vështirë të nxjerrim këto mësime edhe të nga hijreti të ndryshojmë vetveten. Hijreti është ndryshim, është thirrje për ndryshim nga një gjendje të ulët në një gjendje më të lartë. Është mënyrë e të jetuarit natyrshëm edhe me fleksibilitet. Do të thonë të bëjmë një balansim midis dunjas edhe ahiretit, edhe të qëndrojmë te e mira, se gjithmonë e mira fiton. Pikrisht. Me qenë se ju veprimtarinë tuaj, hoqë nderuar, e ushtroni në Zvicër, do dëshironim pak të dinim se si e shihni ju vendlindjen. Vendlindja është vendlindje. Vendlindja është jastëku ku koka jonë qëndron rahat edhe kanaqet. Mirë po ja që në momentet të caktuara, në rrethanat të caktuara, jemi detyruar, faktikisht, që prindërit tanë, ose edhe ne, të marrim rrugën dhe të gjejmë një truall, një vend tjetër, jo më mendoj për shkak të fesë, po për shkak të ndonjë arsye tjetër, motivi tjetër, si është për shembull rasti ekonomik. Unë në Zvicër shpesh edhe ju kam thënë edhe zvicranëve dhe institucioneve ose zyrtarëve të cilët takohemi,
që vërtet ne nuk kemi ardhur këtu për islamin. Ne kemi ardhur këtu për çështje të tjera, për punë, ose për çështje ekonomike apo rrethana të tjera politike. Ama kemi ardhur me islamin, kemi ardhur me vlerat tona dhe ne dëshirojmë që këto t'i ruajmë. Edhe falë Zotit, shqyqyrë Zotit, ne atje kena mundësi, të më thënë të ruajmë besimin edhe vlerat e tjera, qofshin kombëtare, zakonet tona, familjare, gjuha, kultura e tjera. Është dhënë kjo mundësi dhe jemi shumë mirënjohës për këta, por janë sfidat e tjera atje për ne. Kur vim këtu, kënaqemi. Se si vim ne rrugës këndel, pjesa dërmuese të shko në fundit vjen me vetura, kam pa që edhe në mënyrë metaforike them, ne vim me njësi mbyllur, me njësi hapur, edhe nuk dëshirojmë që asë një moment të vënohemi për të ardhur në vendlindje, sepse këtu kemi shtëpit tona, kemi familje që na presin, janë brezat e ri që me cilët jemi njoftuar e kështu me radhë. Dëshiroj që vendlindja të zhvillohet më shumë, qyteti in të zhvillohet më shumë, mërgata shqiptare, mërgata tetovare, ka vlera. Dhe më thënë, sot mërgata është një vlerë kombëtare, është një vlerë që mund t'i ofroj kombit edhe qyteteve tona, si në aspektin ekonomik-financiar, ashtu edhe në aspektin kulturor, akademik dhe shkencor. Shumë të rinj janë shkolluar në Perëndim, kanë krijuar përvoja shumë të mira dhe janë zhvilluar atje shumë, janë treguar shumë të suksesshëm. Qofse do t'u jepej mundësia, për shembull qofte edhe nga komuna, nga institucionet, nga firmat, që të tregojnë përvojën e tyre, diturinë e tyre, besoni që do të sillnin diçka të re në qytet. Prandaj ja vlen që ne ta duam njëri tjetrin, ashtu si Zoti kërkon që ta duam njëri tjetrin, edhe t'i ofrojmë vendlindjes vlera, por njëkohësisht mendoj se në vendlindje ne kemi edhe çfarë të marrim. Do të thënë nuk është gjithçka bardhëzi. Vendlindja ka potencial, ka dashuri, ka familjarizëm, ka respekt dhe mbi gjitha vendlindja është vendlindje. Ta ofron atë që nuk ta ofron asë një vend tjetër në botë. Unë kam ecur në vendet të ndryshme, por gjithmonë ndihem shumë rahat edhe kënaqem në shtëpinë time, në lagjen time, me njerëzit e mi dhe me qytetarët e Tetovës. Prandaj, le ta duam njëri tjetrin, le ta nderojmë njëri tjetrin dhe le ta respektojmë njëri tjetrin. Apeli im do ishte përfundimtar t'i respektojmë standardet ku ne jemi mësuar t'i respektojmë në Perëndim, por në qoftë se kemi çfarë t'i japëm, le të ketë njerëz që do marrin edhe nga standardet tona, nga kultura jonë. Le të tregohemi durimtar me atë që shohim dhe me atë që kemi gjetur, sepse besoj se shumë shpejt do të ndodhë që edhe qytetet tona të zhvillohen dhe të bëhen vatra ku ne do t'i kthejmë syt, jo për të ardhur dhe për të kaluar vetëm javë, por ndoshta edhe për të kthyer përfundimisht edhe për të ushtruar veprimtarinë tonë në këtë qytet. Shpresoj. Faleminderit shumë në fakt për gjitha këto informacione, por edhe për kohën e shkurtër që ju jeni në vendlindje, që përfituam nga rasti që të përfitojmë nga dija juaj për të qenë pranë shikuesve tanë dhe qytetarëve tanë për një temë kaq të rëndësishme siç është hixhreti. Ju falenderojmë shumë dhe urojmë që në të ardhmen të trajtojmë dhe tema të tjera që sigurisht do të jenë me dobi për qytetarët. Faleminderit shumë nga ana juaj, ishte kënaqësi e madhe për mua. Në emër të gjithë xhamateve në Zvicër, në emër të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër dhe në emrin tim, u bëj për hajër vitin e ri musliman, kalendarit musliman, vitin e ri 1444, juve dhe gjithë qytetarëve besimtarëve musliman. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.